Titulli i analizës së sotme në lajm është Akademia e Gjykatësve dhe Prokurorëve shkel gjuhën shqipe. Në vitin 1998, Partia Demokratike Shqiptare doli me parullën historike Shqip dhe vetëm Shqip. Kjo parullë nuk arrinte të gjejë zbatim, por pas luftës së vitit 2001 nisi të gjejë mbështetje institucionale. Ishte e pritur që ky proces do ecë me hapa të ngadalshëm pasi rezistenca nga pala maqedonase, qoftë politike, qoftë akademike, intelektuale, por edhe mediatike, ishte tepër e madhe. Këtyre ditëve shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, tashmë duke jetuar në një dimension tjetër politik, social dhe natyrshëm edhe kohor, sikur po e brohorasin këtë parullë, e cila ishte menduar nga Arber Xhaferi si tentim për ta jetësuar përkufizimin normativ juridik për Shqipen zyrtare, si pararendse e tablimit dhe me këtë korrigjimit historik të statusit të shqiptarëve ndër dekada. Pasi provimit të jurisprudencës po i shihet zgjidhja pasi lejen e dha kryeministri Mickoski, pra ka dritë në fund të tunelit, një segment tjetër i rëndësishëm është njëra nga hallkat thelbësore të sistemit juridik, trajnimi apo avancimi teorik dhe praktik i atyre që do ta mbajnë çekanin e drejtësisë, gjykatësve dhe prokurorëve. Ka të ngjarë që shpesh ky çekan tu mbetet në dorë sepse drejtësia apo më saktë thënë zbatimi së drejtës në vendin ton ende mbetet ideal. Është Akademia për Gjykatës dhe Prokuror Publik e cila synon që përmes trajnimit profesional që ofron të luajë një rol të rëndësishëm në përforcimin e pavarësisë dhe profesionalizmit të institucioneve në sistemin juridik. Por kjo akademi, edhe pse e themeluar që në vitin 2006, trajnon vetëm maqedonisht. Kjo vlen për të gjithë, pavarësisht përkatësisë etnike. Edhe për shqiptarët që kryen studimet për drejtësinë e gjuhën shqipe. Edhe pas miratimit të ligjit të gjuhëve në janar të vitit 2018, me të cilin Shqipja merr trajta të konsiderueshme zyrtare në institucionet e shtetit, kjo akademi nuk ka ndryshuar fare qasjen e saj. Ndonse kur hapni faqen e saj në internet, gjuha shqipe përdoret në ballinën e saj, por fatkeqësisht vetëm në të. Të gjitha aktet juridike janë të publikuara vetëm në gjuhën maqedonase. Njësoj është edhe kur kërkoni të shkoni tek programi i punës ose struktura organizative e këtij institucioni. Përtej horizontit simbolik publik, Shqipja nuk gjen zbatim që në procesin e selektimit të kandidatëve që hynë në këtë akademi, pra që në provim pranues. Në Shqip nuk realizohet as testimi kualifikues i cili përmban 100 pyetje nga fushat e ndryshme juridike dhe nga fusha e së drejtës globale. 20 nga fusha e së drejtës penale, 20 nga fusha e së drejtës civile, 15 nga e drejta ndërkombëtare, 15 nga e drejta e Bashkimit Evropian, 10 nga fusha e së drejtës tregtare, 10 nga ajo e së drejtës kushtetuese dhe 10 pyetje nga fusha e së drejtës administrative. Edhe testimi psikologjik dhe ai i integritetit realizohet në maqedonisht, njësoj si edhe provimi në pjesën praktike dhe atë shprehëse ose verbale, i cili përfshin trajtimin dhe shpjegimin e një rasti studimor rreth së cilit kandidatit i shtrohen 8 pyetje. Fakti që provimet janë mbajtur dhe mbahen vetëm në maqedonisht, me siguri ka ndikuar që përqindja e kandidatëve të pranuar shqiptar në gjykata dhe prokurori të jetë i vogël. Meritokraci po, por edhe përfaqësim adekuat patjetër se po. Edhe sa i përket përfaqësimit në institucion, gjendja nuk është pozitive. Në këshillin programor nga 15 antar dhe zëvendës antar, vetëm 3 janë shqiptar, përkatësisht 20%. Është ky organ që merret me përcaktimin e konditave themelore të programeve apo kurrikulave për trajnim dhe kriteret për zgjedhjen e trajnuesve, profesorëve universitar, gjykatëve, prokurorëve dhe ekspertë tjerë. Në këtë akademi, përfaqësimi të punësuarve shqiptar është vetëm 14%, edhe pse numri i shqiptarëve në vend është 29.52%. Nga 21 të punësuar, vetëm 3 janë shqiptarë. Vetëm një shqiptare është këshilltare, njëra është bashkëpunëtore dhe tjetra bashkëpunëtore e re. Nuk ka as këshilltar shtetëror dhe as udhëheqës sektori shqiptar. Përfaqësim minor që shkel parimin kushtetues për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe që mbi të gjitha flet për mendësinë e një pjesë të institucioneve
dhe drejtuesve të tyre të cilët asesi të pajtohen me realitetin post-marrëveshjes së Ohrit. Siç evidentuam me fakte dhe argumente sa i përket provimit të jurisprudencës, përgjegjësia u takon të gjitha partive shqiptare të cilat disa më tepër, siç është Bashkimi Demokratik për Integrim e disa tjera më pak, kanë qenë pjesë e pushtetit në kombinime të ndryshme, herë me BDI-n e herë pa të, siç është tani. Që fajin nuk na e ka gjithmonë pala Maqedona se flet fakti që Akademia funksionon si institucion një gjuhësor në një shtet i cili në aspektin normativ, juridik dhe praktikisht funksionon si dy gjuhësor. Kjo ndodh që nga viti 2006, periudhë kur partitë shqiptare janë pjesë e pushtetit pa asnjë shkëputje. Më shumë e pabesueshme është se si është lënë kjo akademi pa gjuhë shqipe dhe me aq pak shqiptar, kur dihet se nga viti 2006, 7 ministra të drejtësisë kanë qenë shqiptar. Me që Akademia e Gjykatësve dhe Prokurorëve vetë proklamon se misioni i saj është afirmimi i parimit të sundimit të së drejtës dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut duhet të sigurojë drejtësi për shqiptarët. Në fakt, vetëm duhet të zbatoj kushtetutën e cila garanton përfaqësim shqiptar dhe përdorim zyrtar të shqipes.